Pasojat e ignorancës janë të panumërta. Pasojat e ignorancës janë të panumërta. Mjafton të përmendim që njeriu kur nuk ka njohuri, i ikin gjanat pa i kuptuar. Pse ndodh një gjë, pse thuhet, çka do të thotë kjo. Marrim prap shembull të thjesht, njeri i cili e di surën El-Fatiha. Të dy persona, të dytë e din, po njëri është më i ditur për shkak se ky ja di edhe kuptimin. Ky e lexon namaz, mirë po nuk e din se çfarë është duke thënë. Borxhin, obligimin e kryen. Mirë po ky tjetri namazin e përjeton më mirë. Mos të flasim pastaj që pasojat praktike të ignorancës përveç tjerash vrehen në një gjatë cilën dua ta potencoj. Mendoj se është e rëndësishme edhe vrehet me shumë citate, qofshin ajete kuranore apo edhe thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ignoranca prodhon sjellje ignorante. Dhe për këtë arsye shprehja që përmendet në Kur'an xahil e ka kuptimin e ignorantit, nuk është për qëllim thjesht vetëm ai që nuk di. Kur thot Allahu i madhruar në Kur'an duke i përshkruar robërit e mirë të Allahut në surën El-Furqan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, robërt mirë të gjithëmshirshmit janë ata të cilët ecin nëpër tokë me përulje, nuk ecin me kryelartësi. Pastaj thot wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Dhe kur atyre u drejtohen ignorantët, këta ju thonë ne jemi në paqe me ju. Çka do të thotë kur u drejtohen ignorantët? Nuk është thjesht vetëm ata që nuk dinë. Mund të jetë njeriu shumë i ditur e të ketë sjellje ignorante. Edhe sidomos tani në këtë kohë jemi dëshmitar të shumë dukurive të këtilla. Pra njeriu mund të jetë i shkolluar, i arsimuar, i ditur, i lexuar, sjelljen e ka ignorante. Për çfarë arsye? Për arsye se sjellja e tij është formuar, është gëdhend në karakterin e tij, atëherë kur ka qenë ai ignorant, edhe tani modia nuk kalon xhurmë në sjelljen e tij. Për këtë arsye pra xahilun kur përmendet në këtë ajet janë për qëllim ata që kanë sjellje ignorante pavarësisht nivelit të tyre të dijes.